Gjetëm përshëndetje për gjithë qytetarët e Kosovës e në veçanti për qytetarët e komunës së Gjilanit. Gjilani më njerë të përshëndet në veçanti. Mirë shumë, sigurisht që do përshëndesim Gjilanin, sepse edhe musafirët e mi e përfaqësojnë qytetin e tyre, qytetarët e Gjilanit. Konkretisht dhe do të flasim për një kontratë, është një iniciativë që së fundmi është ndërmarrur për një kontratë sociale që realizohet në mes komunës dhe banorëve të asaj komune, përkatësisht komunës së Gjilanit, një kontratë e cila shumë shpejt edhe do të nënshkruhet. Fillimisht dua ta di unë dhe sigurisht edhe shikuesit se çfarë është kontrata sociale. Kontrata sociale është një partneritet i cili mundson qytetarëve dhe qeverisës komunale se si të shpenzohet buxheti i taksa paguesve të qytetarëve dhe si të përmirësohet jeta e qytetarëve të komunës së Gjilanit. Shumë